Qeveria franceze ka gati një manual që do të shpërndahet për qytetarët e vendit për t'i përgatitur ata për krizat e mëdha që mund të ndodhin. I quajtur manuali mbjetesës, ai synon që të ofrojë informacione dhe praktika të nevojshme për të mbjetuar gjatë situatave ekstreme, duke përfshirë katastrofa klimatike, aksidente industriale, epidemitë, rrjedhje radioaktive, sulme kibernetike dhe madje konflikte të armatosura. Sekretariati i Përgjithshëm i Mbrojtjes dhe Sigurisë Kombëtare, i cili është përgjegjës për zhvillimin e këtij udhëzuesi, sqaron se ndonse manuali përfshin mundësinë e luftës, nuk është fokusi kryesor i këtij udhëzuesi. Në vend të kësaj, ai synon të forcojë aftësitë e popullatës për të reaguar ndaj krizave të ndryshme, për të garantuar që qytetarët jenë të përgatitur për çdo lloj situate të papritur. Ky manual është pjesë e një strategjie më të gjerë të quajtur Strategjia Kombëtare e Elasticitetit, e cila ka nisur të zhvillohet pas pandemisë së Covid-19 dhe synon të ndihmojë Francën dhe qytetarët e saj të jenë më të qëndrueshëm ndaj goditjeve të mundshme në të ardhmen. Ky plan ka për qëllim përmirësimin e përgatitjes së shtetit dhe qytetarëve për të përballuar krizat, si dhe zhvillimin e mjeteve dhe resurseve për menaxhimin e tyre në mënyrë efikase.